Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim, unë jam Eleana, sot nisim një vlog të ri, edhe është e shtunë sot. Filloi weekendi jon me pak pastrim, sepse duhesh e bërë, mungoja ka qkon për udhëtime, edhe vura një fshes poshtë, mora pak plurat këtu lart, lava penelat e mia, sepse ishin bërë qelbur edhe duhet t'i laj pak më shpesh, por e vërtet është që unë jam një person që e shtyj punën, e shtyj deri në momentin e fundit, deri te pika e fundit. Kështu bëj edhe me universitetin. Kur kam provime për shembull, do lexoj 2 ditë para. 2 ditë para, për minutin e fundit, derisa të mos kem më ku të shkoj. Mund të kem 10 ditë para. Lexoj për një provim. E do them, 10 ditë kam, kohë sa të dua, do e bëj programin në trurin tim që të hënën do lexoj këto, të martën do lexoj ato. Nuk shkoj kur me plan, me program, thjesht 2 ditë para që jam deri këtu, them, duhet diçka të bëj, se kam provime për 2 ditë, atëherë do ri të lexoj. Procrastinating queen. Por e kisha realisht shumë nevojë të ri në një dhomë të pastër, sepse dje bëra edhe banjën time, të banjën që mban 3 orë, që rin atje brenda edhe të shkrihet lëkura, atë banjë bëra. Me skrab, dole pastaj bëra krembra, kisha vënë vaj në flok, pastaj hyra e lava flokun, vura edhe mask pastaj, bëra skincare. Edhe tani që kam edhe një dhomë të pastër, ndiem që më në fund truri im mundet të qetësohet për pak. Kam këtu kafen time edhe porija pak në laptop, sepse kam disa emaile që duhet të përgjigjem, që i kam lënë edhe ato pas dore, por le ta lëm në anë edhe këtë pjesën. Do mbaroj me punë akademia në laptop edhe pastaj do shkoj në kuzhinë, sepse ora ka vajtur 2 edhe duhet të filloj të përgatis drekën time. Ndërkohë dje porija pak në telefon. Edhe isha në TikTok, bëja scroll si gjithmonë, kaloja kohën time, ishte natë, desha thjesht të shtriem të shikoj diçka. Pastaj e lash në anë dhe mora librin tim dhe lexoja. Por ndërkohë që isha në telefon, në TikTok më doli një reklam nga një këngëtare që quhet Ina. Është super e njohur, besoj e din të gjithë, mbase nuk e dini si emër, por po dëgjuat 2-3 këngë, jam e sigurt që do e dini. Ina është familja ime. Domethënë kur isha fëmijë, vetëm këngët e Inës dëgjoja edhe kam lidhur shumë te truri im me Behar. Ina për mua është Behar. Kaq, mbaron. Edhe kjo këngëtarja që thoni, vjen në Athinë. Edhe sa e pash atë reklamën që do ketë koncert në fund të prillit, këtë andej, sa e pash thash, okej, marr në telefon. Mora në telefon shokun tim edhe shoqen time, Stella, po vjen Ina në Athinë. Qa thua? Tani pronontojmë bileta. Jani, po vjen Ina në Athinë. Qa thua? Tani pronontojmë bileta. Kështu që kemi pronontuar të 3 bileta edhe do shkoj te koncerti e Inës. Jam super e lumtur edhe thash t'ja u them edhe ju këtë informacionin se mbase jeni dhe ju si mua të çmendur pak. Edhe ta dini që do vi në Athinë, nuk e di sa bileta kanë ngelur akoma. Kushtonte 50 euro bilete, që është okej, normale, se nuk është një këngëtare, domethënë, e thjesht, është shumë e famshme. Kështu që yeah, that was my news. Vazhdoj me punë. Kam nxjerr mishpule që dje në darkë të shkri, e kisha në frigorifer por lart, edhe tani e nxorr që ta presim. Të vete pak patat kanë air fryer, pak tzatziki të bëj me që kam edhe kos brenda, pak sallat me domate kastravec edhe jemi perfekt për drekën ton, i ka të gjitha brenda. Mirë që harita edhe bëra ushqime dhe hëngra drek, sepse më mori Stella në telefon shoqja ime, më tha jam nisur po vitet marr, i thash, më tha kishim lënë takim sot që të shkojmë të marrim një dhuratë, këtë andej thash, po, ke të drejtë. Kështu që po vjen Stella të më marr për 5 minuta, është këtu, unë them të mos ndrohem, mirë jam. Me streqe ishe edhe në shtëpi. Kështu që I think it's okay. Do shkojmë në një qendër tregtare edhe do shkojmë të marrim një dhuratë bashkë.
Që thoni ju tani, shoku im nga universiteti që ka emrin Thodoris, edhe ka edhe festën e emrit sot. Të hënën merr diplomën nga universiteti. Diplomën e tij. Ishim bashkë në universitet, studionim të njëjtën gjë. Ai mbaroi sepse është një vit më i madh se ne. Do e marr diplomën e tij të hënën, na ka ftuar edhe te diplomimi që do bëj të hënën, edhe sot do bëj një party në darkë që ta festoj normale. Edhe na ka ftuar, kështu që edhe ne deshim të shkojmë t'i marrim një dhuratë bashkë me Stelën, sepse ishim të gjithë bashkë në universitet. Deshe të vijë edhe ajo goca tjetër që bënim shoqëri shumë në universitet. Thjesht punon sot, kështu që do shkojmë ne të dyja t'i zgjedhim dhuratë, po do ja marrim të treja. Kështu që sot në darkë kemi edhe party. Edhe duket jam okay të vete pak buskuq. Ndjem pak si fantasma diçka. Pak më mirë. Efteses? Nej, Kateve, no. Arriti, ikëm. Ka edhe ditë të bukur sot, kështu që po gëzojmë që do dal tani të shoh pak diell me sy të ballit. Po, edhe pse ka dal dielli këtë ditë, bën super ftohtë, nuk e di çfarë po ndodh. Unë thash, sa bukur po vjen pranvera, nuk do kemi ftohtë më. Erësh ngordhja jashtë. I heard you say you like to feel the ocean on your bare feet when the tide is overflowing, and you wonder what it's like out on the planet's other side. I said, who knows what we can find out in a blink. Don't you know the way we could see the world together? We could ride the wind forever and Ja dolëm, i gjetëm një palkpuc, ja morëm, tani po kthehemi në shtëpi, të qetësojmë pak, do të shkoj të lexoj librin tim, re. Stella nuk është mirë, tani e ka kapur stresi sepse kishte shumë njerëz lart, është edhe shtunë është normale, po bëj shënami edhe tani është kështu e stresuar, siç e shikoni. Jam rikthyer në shtëpi, siç mundeni të shikoni, dhe kam filluar po bëhem gati, bëra një banjë të shpejtë, edhe u vonuam sepse kishte edhe trafik në rrugë dhe te qendra tregtare bëhej nami me njerëz, kështu që u ktheva vonë në shtëpi dhe thash le të bëj një banjë, u shtriva pak, pastaj gjysmore që ta marr pak veten, edhe tani kam filluar po lyhem, ndërkohë e shikoni këtë. Iku. Iku. Kishte ikur pak nan, gjeli, pastaj unë kur ikëm pak, filloj e bëj këtë gjë me gojën, që nuk është shumë e mirë, edhe hoqja vetë. Nuk është gjë e mirë, mos e bëni se i shkatroni, thojnë të, edhe çdo herë që shkoj te ajo që më bën edhe i shikon kështu, më thot prapë që ngrani, them, më thot do i shkatrosh, thojnë, i them e di ke të drejtë, por unë vazhdoj dhe bëj. Pasi duhet kisha pronontuar takimin tim të radhës, po kam haruar, si gjithmonë, normal. Kam bërë bazën time, siç mundeni të shikoni, tani më kanë ngelur vetëm të luaj pak syt, të vë edhe pak ruzh. Nuk e di, ju thash qa dhurat i morëm. Nuk e mbaj mend. I morëm puc. Pucën e kishte thënë që deshte, ne i zjodhëm këtu. Nuk e di po do i pëlqejnë apo po do i vesh, po i kemi vënë kartë edhe po nuk i pëlqejnë ose nuk i bëjnë ose çdo gjë mund të shkoj t'i ndroj. Nuk ja kemi marrë nga Adidas, ja kemi marrë nga një dyqan që quhet Foot Locker, në të cilin ka në përgjithësi shumë lloj këpuc, ka edhe New Balance, edhe Nike, edhe Adidas, edhe çdo gjë, kështu që edhe të doj markë tjetër mund të ta gjej atje. Ishte zgjedhja perfekt, më kollaj për ne. Por mua personalisht më pëlqen shumë ato që i zjodhëm. Se kanë këtë ngjyrën kafe që ka dalë shumë në modë tani, janë gazel që edhe këto kanë dalë shumë në modë tani, edhe ai ka filluar po vishet pak më kështu bukur. Tham se jo, t'ja marrim, edhe nuk e besoj dot që mbaroi universiteti. Domethënë kur hyra, kur i takova këta njerëz për herë të parë që vajta atje, unë kur vajta në universitet dita e parë, ishte për mua gjëja më e stresueshme në botë. Nuk mundeni ta kuptoni sa e stresuar isha. Natën më parë nuk kisha fjetur gjumë, normale, nga stresi, nga ankthi. Kur kisha vajtur atje thoja bo, edhe unë as nuk e di ku ndodhet, herë e parë që do shkoj në atë shkollë, edhe ku do di unë se është gjigante. Edhe thoshja unë
ku do gjej unë në qa klasë do shkoj, edhe si do ja bëj. Po nuk mundeni të kuptoni qa lloj stresi kisha, po dridhesha, isha gjithë rrugës kështu edhe thosha, mbase nuk është për mua universiteti, mbase nuk duhet fare të shkoj. Isha në atë pikën që thosha, do kthehem në shtëpi tani apo jo, po ja dola, vajta te klasa ime e gjeta, edhe sa hyra brenda te klasa, dita e parë tani, nuk dija as edhe një njeri, vajta ula në një vend unë, kështu kod, gjeta një vend të lirë edhe vajta ula unë. Edhe pranë meje kisha 2 veta, që as tu nuk i kisha parë fare, nuk i kisha vënë re. Edhe dëgjoj një zë që thot, Eliana, e them, ç'ne? E kthej kokën, e shikoj një djalë i cili ishte te shkolla ime kur unë isha te te gjimnasi para gjimnasit. Ato 3 vitet para gjimnasit, atje i kisha të çunin në shkollë, po jo që bënim shoqëri, nuk flisnim kur me atë djalë. Kishim folur 1-2 herë në shkollë, po jo që nuk e njihja, domethënë. Edhe shikoj, them, shkemi si e këtë janë më thot mirë, kam këtu edhe shoqen time e cila ajo shoqa që kishte, edhe ajo është këtu te lagja, do me thënë e kisha parë, po nuk ishim takuar do njerë me ata, nuk ishim folur, të themi përshëndetje ose diçka, po e kisha parë e njihja si fytyrë, do me thënë, edhe thjesht bëra kështu edhe iku një stresi madh, thjesht thash, wow, njoft 2 njerëz në 5 minutat para, kështu që ka nisur shumë mirë situata. Pastaj na foli edhe Stella Stella ishte ulur para nesh, edhe na tha si jeni, ç'kemi, mundem t'i pyes diçka për diçka pyeti, nuk e di. E pastaj kur dolëm jashtë, folëm të gjithë bashk, edhe ishte një gjë kështu, shumë nga dita e parë, nga 5 minutat e para, i njoha këta njerëz edhe deri tani flasim akoma, dalim akoma të gjithë bashk. Edhe ndjem shumë e lumtur për këtë gjë, edhe thjesht nuk e besoj dot që kemi arritur te fundi. Mirë, unë diplomën time ndërkohë nuk e kam marrë akoma, po shpresoj deri vitin tjetër të kem mbaruar me këtë universitetin, të shkoj të jap ato provimet që më kanë ngelur, edhe t'i kaloj të gjitha, edhe të arrit të marr edhe unë diplomën time. Se për mua universiteti mbase nuk ishte gjëja ime e preferuar në botë, sepse ju kam thënë që universitetin e bëj pak më me zor. Nuk më pëlqen gjëja që studioj, nuk është preferencat e mia, po e bëj sepse është gjë e mirë të mbarosh një universitet, kesh një letër, nuk i dihet jetës ku mund të duhet në vazhdim. Edhe prandaj mundem ta mbaroj, por nga ana tjetër them që jam shumë e lumtur që ma solli kështu jeta edhe vajta në atë universitet, sepse realisht njerëz që nuk do i njihja kur në jetën time ndryshe. Ne, babi ishte këtu tani, më tha që po shkoj të marr sufllaqe, i porosita edhe unë çfarë dua për veten time, sufllaqe për darkë. Shumë mirë, e shtunë është, do hajmë edhe jashtë, njerëz jemi. Goca është gati. U zbukurova. Floçkët e mia dolën shumë bukur sot, kaçurelkat. I like them. Edhe nuk kanë rënë akoma, që është një shenjë shumë e mirë. Kam veshur pantallonat e mia prej lëkure nga Zara të shkurtra me çizmet e mia nga poshtë. Prap lëkure e falso. Tani nuk e di si quhet. Lëkure falso. Si quhet? Inkelit quhet, më thot mami. Nga lart kam veshur pallton time kafe, brenda kam veshur një jilek beige, edhe çantën time të zezë. Jam gati. I think I am ready and off we go. Të shkoj të marr Stellën njerë, pastaj të nisemi për në park. Mirëmëngjes, nga dita tjetër, është e diel, kemi dal, ka diell,
Ndihem bukur sot për këtë ditë edhe kemi erdhur në Kifisja. Kifisja, që ta dini, që t'ju jap pak informacione me që më pyesni që vini shpesh në Athinë dhe doni rekomandime. Është një nga lagjet e Athinës më të pasura, le të themi. Ka shtëpi gjigante, si kjo për shembull. Këtu kemi lënë makinën që ta kuptoni dhe këtu mbrapa kemi këtë shtëpi. Që është një shtëpi kështu e thjeshtë, e vockël. Ka shtëpi kështu gjigante të bukura, ka edhe një park shumë të bukur, edhe kafe shumë cute, që ta dini. Sot do shkojmë në një kafe që quhet Natu. Kam erdhur edhe një herë tjetër, më pëlqeu shumë, edhe do ju sugjeroj të shkoni ta shikoni, shumë estetik brenda. Do ju tregoj edhe kur të arrim. Edhe duhet të ecim tani 9 minuta në këmbë që të shkojmë, e lam makinën këtu, edhe tham të bëjmë edhe një xhiro në këmbë se është bukur sot. I like the day to day. Jam edhe me Davin. Përshëndetje. Walking tight, say the lightning like how you I would swim across the ocean to hold on to you. I don't know where you've been, fell right out of my head. A dream, swear you're made for me, making my heart a mess. Kisses like electricity, feel the energy, give me vibrations. Been a long time without you, don't be blue without you. Ikëm nga kafja. Edhe kemi erdhur këtu po bëjmë fotot e kjo rrugicat se duket shumë bukur, shumë estetik. Më pëlqen lagja këtu në përgjithësi, është pak më e mirëmbajtur se sa në përgjithësi Athina që është pak e shkatruar. Por, desha t'ju tregoj outfitin tim për sot, se nuk ju bëra outfit check në shtëpi, bëra gati shpejt u zjova edhe vonë, se edhe dje u ktheva vonë, edhe normale iku pak ora, kaloi. Por, sot kam veshur një bluzë pak e të idukshme, e bardhë, me një body të bardhë nga brenda, me mëngë të gjata. Kam veshur pantallonat e mia gri. Këtë ripin këtu që është kafe nga Zara, është bërë nga të preferuarat e mia. Ndihem që jep diçka outfitit. Nga lart kam veshur trench coat, që është e lehtë sepse sot ka diell edhe nuk bënte shumë ftohtë, thash pse jo, why not? Çantën time nga Polen, kafe, cute, që e kam kombinuar me ripin, që ta kuptoni si e kam krijuar outfitin. Edhe poshtë në këmbë, pjesa ime e preferuar, janë këto takat, të cilat janë Dior, dhurata për ditëlindje që më mori motrushka ime. E falenderoj shumë, e ndim që japin shumë kështu një vibe chic te outfiti im. Edhe këto ishin detajet e outfitit për sot. Tani themi të shkojmë të hajmë diçka, ose të ikim, nuk e di, nuk e kam kuptuar akoma. Po, vazhdoj. Ditën tonë me tacos, vajtëm hëngrëm, edhe tani ndihem një njeri i lumtur, një person i plotësuar, sepse çfarë tjetër dua? Kafe, diell, xhiro, foto i bëra, hëngra tacos, nga ushqimet e mia të preferuara. Ndihem e lumtur. I can't help showing my emotions. I gotta be a little more discreet. Atëre, është bërë natë si që mundeni të shikoni, ka kaluar ora, ne u kthem. Edhe tani po dalim përsëri sepse kam folur me kushurinj. Do të takojmë të gjithë bashkë në një kafe që ka edhe lojra kështu, gjëra të bukura të bëjmë. Edhe kemi shumë kohë të takojmë të gjithë bashkë, kështu që tham të lëm takimin për sot që është e diel edhe janë të gjithë me pushim. Nisemi për te lokalin. I'm dug in so deep and I need to climb and show me another path I can walk around these clouds. Everybody comes to the edge sooner or later in life. Help me, I'm lost in doubt. Mua sot, këto flokët, pse më kanë dalë kaq bukur? Edhe kjo ndodh çdo herë kur nuk kam në asnjë vend të shkoj. Sot do ri gjithë ditën në shtëpi.
nuk kam planifikuar asgjë. Ma prish Terezin kjo gjendje këtu, sepse çdo herë që unë dua të dal, flokët e mia janë skandal. Tani më kanë kapur nervat e mia. Kështu kot. Ma filloi edhe cikli dhe tani e kuptoni. Nuk jam shumë mirë nga ana psikologjike, por do mundojmë të rija në këtë anën pozitive që e kam nisur këtë vlogun, edhe do ju them që dje vajtëm për diplomimin e shokut ton në universitet, e kuptuat edhe nga skenat që ju vura, sepse nuk bëra vlog tamam, sepse thash tani ndjesha pak në pozitë të vështirë, pak siklet, unë jam edhe një njeri i turpshëm, kështu që nuk desha të filmoj, sepse ishim me njerëzit e shokut tim, me prindrit e tij, me shokët e tij nga shkolla, familjar të tjerë që kishin erdhur. Pastaj mbas diplomimit te universiteti që bëm, vajtëm hëngrëm të gjithë bashkë, se është si tradit këtu, pastaj ai personi që e mori diplomën e universitetit edhe të kaftuar, të nxjerrë edhe për një drek. Edhe vjen kushdo. Kush më merr në telefon Gjithë ditën s'më ka marrë telefon David. Tani se hapa kamerën, u kujtuat më marrë në telefon. Jo, tani nuk s'ka. Edhe kaluam shumë bukur, thjesht atë ditë nuk i fola fare as kur u ktheva në shtëpi, sepse isha tepër e lodhur. Unë jam një person që nuk jam shumë sociale themi. Nuk e kam shumë kollaj këtë pjesën që të flas me njerëz që nuk njoh. Edhe kur e bëj këtë pjesën, më pëlqen. Thjesht pastaj ndjem që harxoj gjithë energjinë time, gjithë baterinë time, edhe ndjem që kam nevojë pastaj për kohë të karikohem përsëri, që të mundem të jem në gjendje ta bëj përsëri ose të flas. Edhe kur u ktheva në shtëpi isha te zero, isha te minus. Kështu që edhe pastaj në darkë atë ditë kisha edhe kërcim. Kështu që isha e vdekur fare. Edhe prandaj po hap sot vlogun. Mua më shikoni ndërkohë të lyer sepse po filmoja një TikTok deri tani. Edhe kështu ka nisur dita ime me flok të bukura, me një fytyrë të lyer të bukur. Edhe në shtëpi, të dal vetë, që të bëj? Po kontaktoni, po jetoni në Athinë, por po nuk jeni punë, edhe mundeni të dilni brenda ditës me diell, të shkojmë të një xhiro në qendër, të kalojmë bukur sepse nuk duroj më. Qa thash që parë, harojni të gjitha. Është Irini në shtëpi sotre, edhe unë po kërkoja një njeri të më ndihmoj se dua të shkoj të bëj disa fotografi. Kam të postoj një reklam në Instagram, edhe desha një person të më bëj fotografi. Edhe gjeta Irini në shtëpi, kështu që do dalim të shkojmë te parku. Do vishëm tani dhe do bëjmë foto. Arritëm te parku. Outfiti për sot që nuk ja u tregova para se të ik nga shtëpia është ky. Kam veshur bluzën time nga Pepper Mayo, të bardhën, pa mëng. Bluzë nga lart me mëng të gjata, se ka filluar tani po bie dielli dhe bën ftohtë. Xhinkse blu nga poshtë, të bukura nga Pinksit, edhe këpucët e mia nga Salomon. Syze miopie kam veshur, që nuk i kam nevojë sepse nuk kam miopi, po stil. Njërë stil e pastaj gjithë të tjerat. Ndërkohë Irini. Hello. Ka erdhur të më ndihmoj. Ja në tregothën ka të ende të reja? Sa të bukura. So cute. Tani dorët e mia duket me të bukura. Edhe me unazat. Yeah. Yes, I like them. I like them too. Edhe si e ke kaluar sot që ke pushim nga puna? Shumë mirë, fjeta shumë. Shkova me shoqen të pim një kafe, edhe të bëjmë një life update. Qa tjetër, pastaj erdhëm këtu të parku me Elanën. Edhe atje mbrapa, siç mundeni të shikoni, kemi shoqëri nga rosat e parkut, të cilat deri tani zieshin njëra me tjetrën. Tani janë qetësuar, po hajnë bar. Laje kësi rosa. Laje kësi rosa. Rosa bukur, kërcen goca. Kjo goca këtu. Rosa bukur, kërcen. Erdhen gocat, po shkojnë për xhiro gocat, shikojni. Njëra pas tjetrës, si modele të bukura. Shkojnë për kafe. Thash e theme kanë filluar tani, dëgjoj bën shumë. Shkojmë edhe ne bashk. Po, ajo tjetra e para thot që është zënë me këto të tjerat. Shko Irini, shko ta mban. Shko. Po, do e hajnë. Psi ben, sikur është mace. Do të hajnë, hajni.
përfunduam në kinema. Desha të shoh këtu edhe shumë kohë një film që quhet Wuthering Heights, në anglisht, tani në shqip nuk e di si quhet. Luajnë dy aktor shumë të famshëm, edhe i kisha parë, e reklamonin të gjithë, shoh gjithë gocat që dalin nga filmi dhe qajnë, edhe thash pse jo, të shkoj ta shikoj edhe unë, ku jemi ulur, duhet ta shikosh, duhet të shikojmë vendet tonet, se këtu kam edhe Doritos në dorë. Kjo është fytyra jote para se të shikosh Wuthering Heights. Po. Kjo është fytyra ime para se të shikoj Wuthering Heights. Prit. Do shohim reagimin ton në fund. Do qajmë. Unë nuk di, duket do qajmë. Βάλεις στο μάτι ένα ξένο γυμναστή. Oh god, nuk e prision këtë përfundimin. Irini qan akoma. Vetëmja që qanja unë brenda. Jo, nuk kuptoni, Irini qante. Do me thënë, luante filmi dhe dëgjoje. Sigur isha unë në vendin e aktor, atë. Po, kupton. Edhe unë po qaja, duket. Mos e shikoni filmin. Mos e shikoni, re. E shikoni pak si është, po dridhet e gjitha. Re po qan, po dridhet, nuk pushon, nuk e di çfarë t'i bëj. Unë në përgjithësi jam edhe një person që qaj shumë kollaj. Do me thënë qaj tepër shumë kollaj. Nuk duhet të mundoj dikush të më bëjte qaj, thjesht. Kështu që tani që e pash edhe këtë filmin ishte katastrofë për mua, po ju pëlqejnë filmat romantike të shkoni ta shikoni. E bukur ishte, po do qani. Plus aktorja edhe aktori. Yes! Janë, do me thënë, si çift, janë nga njerëzit më të bukur, do me thënë që kam parë ndonjëherë. Nuk e di, wow, të dy, shumë të bukur. Çift shumë i bukur, nuk e di, duket nuk janë në realitet bashk, po do desha shumë të ishin në realitet bashk, se shumë të bukur. Rikthimi në shtëpi. Lava dhe fytyrën time, bëra skingerin tim, vesha pijamkat e mia, tani jam gati për super gjumë, sepse unë gjithmonë mbasi kam qarë, bëj një super gjumë pasaj. Jam tani kështu, e vdekur. Kështu që okay, disi më ndihmoi qarja, edhe them diku këtu t'ju le edhe ju. Shpresoj të kenë kaluar bukur. Nuk e di po ka dalë shumë i shkurtër ky vlogu, por u mundova shumë. Edhe ne do shihemi të videur radhës.